Në Universitetin Fan Stelianoli në Korçë u zhvillua ceremonia e mirënjohjes kushtuar profesor doktor Alia Sharit, me rastin e daljes së tij në pension pas më shumë se 5 dekadash veprimtarie akademike dhe pedagogjike. Në këtë aktivitet u vlerësua kontributi i çmuar i profesor Jasharit në fushën e gjuhësisë shqipe, në arsimin e lartë dhe në formimin e brezave të rinj, të mësuesve e studiuesve. Historia e një universiteti nuk shkruhet vetëm nga dokumentet dhe objektet. Ajo ndërtohet ditë pas dite nga rrugëtimet e veçanta të njerëzve që me pasion dhe përkushtim i japin formë e shpirt këtij institucioni. Fal kontributit të tij janë organizuar shumë konferenca shkencore mbi figura të njohura, jo vetëm të qarkut të Korçës, por edhe me gjërë. Janë votime dinjitoze të këtyre konferencave që sot e kësaj dite na bëjnë nder si universitet. Gjithashtu vlen të përmendet kërkimi shkencor i profesor Alia Sharit, një shembull për t'u marrë edhe si etike kërkimit, sepse është një punë e mirëfillt, një punë e bërë me këmbëngulje në një harë kohor të gjatë, dhe falë kësaj pune kemi rezultat. Disa fjalor të gjuhës shqipe që pa dyshim me sfida që po kalon sot gjuha shqipe, do të jenë një pasuri për studentët, por edhe për brezat që do të vijnë. Dita e sotme megjithëse kishte një simbolik që lidhej me daljen në pension të profesorit, nisi me një gjestë simbolik, por të domethënës. Profesori dorëzoi edhe një letër angazhimi për udhëheqjen e studentëve të doktoratës në atë që është edhe pritshmëria jonë. Çelja e një programi doktorate të përbashkët në Universitetin e Timishoarës. Kjo është edhe, të themi, ajo që të gjithë ne presim nga profesor Alia Shari. Një angazhim i cili nuk ka kufizim moshe ose etiketash, që është gjithmonë për të dhënë atë çka është cilësore dhe në dobi të jetës kulturore, shpirtërore të vendit tonë. Vetë profesor Alia Shari ka shprehur mirënjohje për vlerësimin e punës së gjithë këtyre viteve, duke falenderuar të gjithë ata që kanë qenë pjesë e këtij udhëtimi akademik. Mirënjohjen për gjithë punonjësit e universitetit, duke filluar që nga punëtorët, sekretarët, po personelin akademik që në shumë raste kanë sakrifikuar edhe nga koha e tyre çmuar vetëm e vetëm që universiteti të përfaqësoj ashtu siç ishte në vërtet. Në përfundim të ceremonisë, profesor doktor Alia Shari u vlerësua me certifikatën e mirënjohjes dhe me emblemën e Universitetit Fan Stelianoli si shenjë respekti për kontributin e tij të vyer në arsim dhe shkencë.